Pra u krye nga telefoni. U krye nga telefoni, po ata arritën nëpërmjet telefonit duke... Edhe vetë ai u thye pra pas iskenimit 7 ditë pas kësaj gjaktësia, hetuesit e thyen nga prova që i treguan nëpërmjet celularit. Ja, atëre, hetuesit kanë një eksperiencë të jashtëzakonshme dhe e vën përballë, ne tani nuk i kemi të qartë të gjitha metodat e tyre, po padyshim që nëse largohen të gjitha format, në një farë mënyrë situata ta prezantojnë të tillë dhe të thonë që ose je ti ose je ti. Në një farë mënyrë është e kohë të vazhdohet me këtë lojë. Po ai kishte arritur që edhe mbasi kishte kryer krimin, ishte kthyer në shtëpi, kishte takuar baban e larjes, kishte takuar familjarët e saj dhe kishte treguar një lloj gjaktësie dhe kjo është ajo që tremb më shumë sot. Sepse ne kemi parë feminicidi në Itali, po dhe kudo në Perëndim, po sidomos në Itali, është një fenomen vërtet preokupues. Dhe jo vetëm për numrin e lartë të viktimave. Të viktima ne mund të kemi edhe në incidentet automobilistike, viktima mund të kemi edhe në forma në lufta, viktima dhe këtë botë jetojnë, po problemi ku qëndron? Problemi qëndron sepse metodat e parandalimit të feminicidit janë jashtëzakonisht të pakapshme. Pra po më thoni që krim me paramendim. Krimi, tani, me paramendim, do me thënë se unë kam pasur vullnetin dhe kam studiuar ditë më përpara se sa të kryet krimi. Me paramendim. Është një krye i vullnetshëm, mund të ketë ndodhur në atë moment, historia, apo ngjarja, apo raporti mund të ketë degeneruar dhe humbja e kontrollit, nga ana psikologjike, ka detyruar atë si një lloj veprimi të menjëhershëm, por që nuk ka qenë i paramenduar, por ka humbur kontrollin. Pra janë situata në të cilën hetimet do ta ndajnë, do ta gjykojnë, nëse arma e krimit është marrë në atë moment nga ku rrin zakonisht thikët, ka qenë një thikë e cila ka qenë atë shtëpi apo jo. Nëse një thikë e tillë që është përdorur për të ka qenë atë shtëpi, është një gjë. Nëse ajo thikë nuk ka qenë në shtëpi, por është marrë më përpara, atëherë këtu kemi të bëjmë me paramendim, sepse është paraorganizuar në një gjaktësi të fortë dhe përgjegjësia mbi të bie e fortë, bie e madhe. Sepse kodi penal në Itali për krime të tilla kalon nga 24 vjet, në të cilën e quajmë nga gjakdëtësia, na fal tani nga për ta bërë më thjeshtë për publikun, nga një vrasje nga gjakdëtësia, nga humbja e kontrollit, pastaj nga dobësia që një person në 24 vjet deri në burgim të përjetshëm. Po burgimi i përjetshëm është për ata të cilët e kanë bërë me gjaktësi dhe e kanë bërë me paramendim aktin, ngjarjen, e kanë zhvilluar ngjarjen e feminicidit. Kështu që këto do t'i jemi shumë shpejt, Itali nuk kanë filluar akoma, ai është në ndalim, nuk kanë filluar akoma hetimet, të themi, mbi ngjarje në vetvete, analizën e ngjarjes në vetvete, po padyshim është një ngjarje që ngjall vërtet preokupim dhe frikë, duke patur parasysh edhe moshën e tyre. Quaj, feminicidet kanë zakonisht, pak këtu në Itali, kanë moshën e tyre që kryejnë këto feminicide tendencialisht janë të larta. Pritet për baballar, për familjar, një situatë tepër të vështirë familjare me fëmijët, një familje e cila kalon një moment të vështirë. 23 vjeç dhe 22 vjeç studentë janë mësuar të paktën në Shqipëri, në Itali, kudo, qëndrimi i partnerëve hyn në logjikën normale të gjërave. Po, dakor, kalojnë një moment të vështirë, kalojnë një moment të dobësie, por kur nuk mund mendohet, sepse mendohet që i ri dhe jetën e ke përpara dhe të kesh një të dashur si femër apo mashkull në krah, është një moment i jetës tënde, por nuk është jeta jote. Dhe kjo e bën akoma më preokupuese faktin që një person për një ngjarje kaq të lehtë në moshën e tyre që mund të kaluar fare lehtë, ka degeneruar në atë lloj forme sa mund të ketë bërë. Jo vetëm vrasje nga gjakdëtësia, se kur bën një vrasje nga gjakdëtësia ndalon aty dhe shpeshherë vetë dorëzohet vetë në polici. Dorëzohet vetë sepse ka kuptuar që ka humbur situata e vet kontrollit të tij. Jo, në këtë rast ne kemi një gjakdëtësi jashtëzakonishme dhe unë dyshoj, po gjithmonë e kapi me pinca, sepse ky person e ka paramenduar fare mirë dhe mënyrën e kësaj. Një person që kryen një krim të tillë, zhduk kufon, kthehet deri në 7 ditë, nuk mund ta bëjë dot çdo gjë ta ketë bërë nga gjakdëtësia, sepse nuk e rrin mbledh dot kontrollin atë moment të zhdukur sot ja. Të dy janë gjallë, o e ke bërë nga gjakdëtësia dhe familjarët e tu të kanë ndihmuar për të eliminuar, për të sheshuar ngjarjen, dhe domethënë ka një person të tretë, ose disa persona të tretë, të cilët të kanë ndihmuar të janë bashkëfajtor me ty në këtë krim, ose ti ke bërë aq paramendim të qartë, i ke organizuar gjërat
në mënyrë të tillë ku skena e krimit duhet të jetë pastruar nga elementet e provës, trupi ku forma çohet në një vend tjetër, eliminohet dhe zhduket atje. Rikthesh jetës tënde në një normalitet, po këto nuk i bën nga gjallë të tjera. Mund të jesh edhe robot, po përse nuk i bën nga gjallë të tjera. Dhe kjo është ajo që mund të sjell për këtë moment, mund të sjell se çfarë ka ndodhur në ngjarjen e Ilaria Sulës në Edhe diçka të fundit, edhe atë që thoshin ndoshta një pjesë e psikologëve dhe sociologëve në Itali me atë që kam arrit të lexoj nga media, që ndoshta takimi i fundit duhet shmangur, aq më tepër dhe vajtja në shtëpi. Bravo. Unë takimi i fundit për të sqaruar rezulton fatal. Po ta bëj un komplimentin kësaj radhe, dia kam pasur mundësi të flisë në disa media të tjera, dhe siç e thash më parë, që është më preokupuese jo vetëm për numrin e lartë të viktimave, por është më preokupuese për format e parandalimit të cilat nuk gjenden, sepse nuk e kemi të qartë kur personi dhe partneri që kemi në krah të fal dashurinë dhe të fal urrëtitjen. Dhe një nga elementët bazë në të cilin këshillohen femrat që janë në fund të një raporti të turbulluar, një raporti të tensionuar, okay, është pikërisht kjo. Askush nuk t'i jep dot, je ti vetë ajo që mund ta kuptosh. Dhe një këshill nga jashtë mund të vjesh kjo. Mos shkoni asnjëherë në takimin e fundit, se ai mund të jetë takimi më fatal dhe tragjik për jetën tënde. Dhe vazhdoni të denonconi aktet e dhunës në brenda familjes, ndaj fëmijëve, edhe ndaj femrave. Në këtë rast do ta shtoj edhe nga njëherë edhe ndaj meshkujve, por nuk është momenti sot, sepse ka shumë familje në të cilat meshkujt ndihen disi të përsekutuar. Po është një numër shumë më i vogël në krahasim me numrin që vjen me feminicidet që kemi sot. Pra, nëse nuk arrihet do të shpëtohet një raport, gjykojeni me gjaktësi se jeta është aq e bukur dhe aq e pasur edhe mbas fundit të një raporti, si me fëmijët ashtu edhe pa fëmijë. Duke uruar që herë tjetër flasim për gjëra pozitive, zoti Begaj, faleminderit shumë. Se kanë si të mirë.